Do doja të përmendja në fakt këtu edhe diçka tjetër, sepse sigurisht edhe me rrjetet sociale që tani më janë shumë të aksesueshme nga të gjithë individët, në një pjesë shumë të madhe të rasteve neve lexojmë edhe në rrjetet sociale, por e thonë edhe prindrit, në një pjesë të rasteve ndoshta e raportojnë edhe prindrit, ka lidhje me konsumimin e sheqerit, pra me sasinë e shtuar të sheqerit që mund të marrin fëmijët në dietat e tyre dhe rritje në hiperaktivitetit, impulsivitetit apo problematikave me përqendrimin. Në fakt, sheqeri, pra sasia e shtuar e sheqerit në dietat e fëmijës, nuk ka lidhje me ADHD-n dhe nuk shkakton ADHD, nuk rreshtohet as në faktorët e rrezikut për ADHD, por në fakt është gjetur një lidhje shoqëruese midis përdorimit të sheqerit dhe dietave të shtuar në sheqer dhe ADHD-s në fëmijë. Është shumë e rëndësishme për ta theksuar këtë pjesë, në fakt në një pjesë të evidencave, të cilët dhe në një pjesë të studimeve shkencore që mjekët kanë ndërmarrë për të vlerësuar nëse ka lidhje midis përdorimit të sheqerit dhe ADHD-s, një pjesë e prindërve u raportoi më përpara që po fëmia kishte konsumuar sheqer dhe prindrit nga perceptimi që sheqeri shton hiperaktivitetin, në fakt referonin një hiperaktivitet të shtuar në pyetësorët tek fëmijët e tyre. Në fakt fëmijët nuk i kishin konsumuar më përpara sheqer të lartë në dietat e tyre. Ama është vënë re dhe është parë që individët me ADHD apo fëmijët me ADHD kanë tendencë të kenë një lloj diete dhe një lloj mënyre ushqyerje e cila është pak më e ndryshme nga fëmijët e tjerë, që do thotë kanë tendencë të konsumojnë kryesisht pije me përmbajtje të lartë sheqeri. Këto pije me përmbajtje të lartë sheqeri apo një dietë e pasur me sheqerna është kryesisht dhe zakonisht një dietë e varfër në mikronutrient. Dhe sigurisht që për trurin e një fëmije në zhvillim, niveli mikronutrientëve në pjesën e ushqimit është shumë i domosdoshëm. Për shembull, një nivel i ulët i hekurit apo një nivel i ulët i vitaminës D, një nivel i ulët i omega 3 në dietë, sigurisht që ndikon në theksimin e shenjave të ADHD-s. Ndërsa për sa i përket nivelit të sheqerit dhe ADHD-s, mendohet tani më se sheqeri i shtuar në dietë, duke qenë se është një lloj shpërblyesi për çdo, edhe për mendjen tonë, por dhe për mendjen e fëmijëve, mendohet që të ketë një lidhje tjetër, pra shikohet nga ana tjetër e medaljes kjo pjesë, pra mendohet që vetë fëmijët apo individët me ADHD, duke shkuar drejt ushqimeve me sheqer dhe duke konsumuar sheqer, kanë në fakt tendencë që duke rritur nivelin e sheqerit në gjakun e tyre të rrisin nivelin e dopaminës dhe të bëjnë në thonjza një lloj mjekimi të tyre apo një lloj lehtësimi të shenjave apo karakteristikave klinike të ADHD-s.